32 tifozë të arrestuar, 2 policë të lënduar, si dhe dëmet e konsiderueshme materiale, është bilanci përfundimtar i ndeshjes të së shtunës së mbrëmja ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Pejes në basketball, që u mbajt në sallën e sporteve Shaninushi në Gjakov. Komandanti në stacionin policor në Gjakov, Kris Gjokaj, me këtë rast u prononcua për televizionin Syri Vision. Kanë fillu me vandalizëm, rebelizëm, duke thyer karrikat ulësit që kishin aty pranë, dhe ne kemi ndërhyjë me njerëz si polici, me kërkesën e delegatit të ndeshjes dhe gjyqtarit referues, domethënë kryesorit, kemi pas kërkesë të zbrazet salla nga të dy palët. Neve kemi bën një hartim plan shpejt taktik aty për aty dhe kemi ndërhyjë dhe kemi nxjerr jashtë fillimisht tifozët e Prishtinës. Gjatë daljes jashtë, tifozët e Prishtinës të revoltuar nga nxjerrja jashtë kanë filluar të thejnë objektet, palestre sportive, kanë filluar të thejnë vetura zyrtare dhe disa vetura tjera private që kanë qenë të parkura aty afër. Ne kemi ndërhyjë me njëherë dhe kemi arrestuar dikun rreth 32 persona. Komandanti më tutje pohon se 8 nga të arrestuarit janë lëshuar pasi që ishin të mitur, ndërsa të tjerët që janë në mbajtje do të ngriten akuza në gjykatë për demolim dhe lëndimin e stafit policor. Gjatë këtij aksioni kemi pas të lënduar 2 policë, me të cilët i janë trajtuar në mënyrë ndihmë në partë emergjencës. Të gjithë që kemi në mbajtje akuzohen për disa nga veprat. Kryesisht akuzohen për pjesëmarrje në rrahje, për vandalizëm që është vepra më e rënda në këtë aksion, për pengim personit zyrtar, për sulm ndaj personit zyrtar, vjedhje dhe grabitje. Ndërkohë disa nga tifozët të rebeluar kanë filluar të grabisin telefonata qytetarëve në rrugë, me përkatësisht gjithë nga ata i kemi arrestuar dhe janë sekustruar të gjitha provat materiale. Eskalimi i situatës kishte ndodhur jashtë palestrës sportive Shaninushi, ku edhe janë arrestuar tifozët e Plisave, pasi kishin demoluar disa vetura dhe kishin shkaktuar dëme të tjera materiale. Nga ana tjetër, në vendin e ngjarjes sot kishin dalur edhe drejtori për kulturën dhe sport Meriton Ferizi, bashkë me stafin nga kjo drejtori, për të vlerësuar dëmet që janë bërë.